Kur shteti i trembet qytetarëve, protestë ndaluar, demokraci e rrëzuar. Në momentin që liria e protestës në Shqipëri zaptohet nga policia e një shteti të korruptuar, atëherë jemi vetëm një hap larg heqjes së lirisë së fjalës dhe mendimit të lirë. Ajo që pam së fundmi në rrugët e vendit nuk ishte thjesht një operacion policor për ruajtje rendi, por një shfaqje e hapur force kundër qytetarëve që ushtronin një të drejtë themelore kushtetuese. Protestuesit në Shqipëri u trajtuan si rrezik sigurie, sikur të ishin një grup terroristësh, jo qytetar të një republike që supozohet të jetë demokratike. Ky është një turp institucional në vitin 2026. Protesta është e ligjshme e garantuar nga kushtetuta dhe nga konventet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, të cilat Shqipëria i ka ratifikuar. Çdo shtet që reagon me dhunë dhe frikësim ndaj protestës paqësore, pranon publikisht se ka frikë nga qytetarët e vet. Argumenti është i thjeshtë dhe i pamohueshëm. Nëse një qeveri nuk ka nga çfarë të ketë frikë, nuk sulmon protestues që protestojnë në paqe. Edhe pse Adriatik Lapaj ka humbur ndjeshëm besueshmërinë publike pas zgjedhjeve të fundit dhe lëvizja e tij politike, nuk gëzon më mbështetjen që pretendonte. Kjo nuk ja heq askujt të drejtën për të protestuar. Ata janë qytetarë shqiptar. Republika nuk funksionon me simpatira elektorale, por me të drejta të barabarta. Akoma më alarmuese është kamuflimi i punonjësve të policisë si protestues, duke fotografuar civil në turm. Kjo praktik përbën një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, një metodë tipike e shteteve autoritare për të ndërtuar lista, dosje dhe mekanizma frikësimi. Sipas pretendimeve të bëra publikisht nga vet Lapaj, këto foto dyshohet se do të përdoren më pas për ndalim, kërcënim apo arrestim selektiv të qytetarëve që po ushtrojnë një të drejtë kushtetuese. Kjo nuk është më çështje partie. Nuk është as çështje figure politike. Është pyetje themelore për vetë shtetin. Ku kemi arritur si republik, kur protesta paqësore trajtohet si krim dhe qytetari si armik? Një shtet që përdor policinë për të frikësuar mendimin ndryshe, që infiltron turma paqësore dhe që mbledh prova ndaj qytetarëve për bindjet e tyre, nuk po mbron rendin publik, po mbron pushtetin. Dhe kur pushteti fillon të mbrohet nga qytetarët, demokracia ka pushuar së funksionuari. Kjo është alarm për sot, sepse nesër, pasi të hesh protesta, radha i vjen fjalës. Dhe pas fjalës, mendimit.